Bismillahirrahmanirrahim. Të nderuar besimtar, vëllezër e motra. Nesër me 5 korrik 2016 është dita e parë e Fitr Bajramit, e cila vjen si rezultat i kryerjes së një prej obligimeve më madhore të fesë sonë. Një nga kushet e Islamit, agjërimit të muajit të bekuar të Ramazanit, muajit të Kur'anit, të sakrificës, për kushtimet e devotshmërisë së shtuar në adhurim ndaj krijuesit të gjithësisë. Ndaj më lejoni që në emër të Kryesisë së Bashkisë Islame të Republikës së Kosovës, organeve dhe institucioneve të saj, dhe në emrin tim personal, të uroj për festën e Fitr Bajramit, për dëshirat më të mira për ju dhe familjet tuaja. Nesër, në agimin e hershëm, shumë nga besimtarët tanë do të nisen për në xhami, të gëzuar e të motivuar si asnjëherë më parë, për ta kurorzuar agjërimin me faljen e namazit të Fitr Bajramit. Kjo ditë e Bajramit, e cila vjen pas një sakrifice të madhe, vetëm për Zotin krijues, me të drejtë shpresojmë në shpërblimin nga i madhi Zot. Ditë e cila rrit edhe më besimin te Zoti dhe shpresën të një jetë më të mirë, duke e ditur se festa e Bajramit është festa më e bekuar për besimtarët islam. Është festa e sakrificës, devotshmërisë, bamirësisë, solidaritetit, unitetit e bashkimit dhe mirësisë. Gëzim, lumturi, bashkim, urtësi, paqe, sjell për të gjithë ne kjo festë e Fitr Bajramit, duke pasur në hatër se kjo festë na shliroi nga ndjenja e hezitimit, e dobësisë, e vuajtjes, dyshimit, duke forcuar besimin ton në Zotin krijues. Allahu Gjeleshanu thot, e s'ka dyshim se ata që thanë Allahu është Zoti ynë, dhe që ishin të paluhatshëm, atyre u vinë engjujt dhe u thonë, të mos friksoheni, të mos pikëlloheni, keni mysh dhe xhenetin që premtohej. Të nderuar besimtarë, në për familjet tona edhe gjatë kësaj feste të përhapim ndjenjën e vllazërisë, mirësisë e dashurisë me njëri tjetrin. Të kemi shëndet, harmoni e lumturi. Urimet me njëri tjetrin, vizitat në për familjet tona janë tradita që duhet ndjekur për të shprehur vllazërinë, bujarinë e sinqeritetin me njëri tjetrin, për të uruar dhe gëzuar kësaj feste kaq të rëndësishme. Sot kur feston bota mbarë, sot kur zemrat tona janë edhe më afër me njëri tjetrin, sot kur mëshira Allahu Gjeleshanu është shpërndar si asnjëherë më parë mbi besimtarët, sot kur fytyra janë të gëzuara dhe presin që nesër do të jenë në përqafim me prindërit dhe të afërmit e tyre, për të uruar për festën e Fitr Bajramit. Ta lutim Allahun për faljen e mëkateve dhe shpërblimin me të mirat e tij. Në këto momente festive, kudo shtrihet dora e mëshirës, kjo festë në për familjet tona diell gëzimin e haren, forcon vllazërinë dhe dashurinë mes njerëzve, na rikujton për kujdesin e vazhdueshëm që duhet të kemi edhe në këto momente festive për varfënjakët, të smurët, të paaftit për punë dhe për të gjithë ata që janë në nevojë. Festa e Fitr Bajramit njeriun e rikthen edhe njëherë në përkushtimin edhe më të madh ndaj krijuesit, të cilin e shprehim përmes adhurimeve të shumta, të cilat e pastrojnë dhe motivojnë shpirtin edhe më shumë për vepra të mira, duke pastruar atë nga egoja, urrejtja, pagopsia, zjelia, xhelozia, duke uzuar në vepra të mira dhe respekt me njëri tjetrin. Të nderuar vëllezër e motra, për një moment le të na kujtohen shumë fëmijë familjar, të cilët këtë festë përkundër dëshirës së tyre nuk mund ta festojnë nëpër batrat e tyre, të cilat janë të përfshira në luftë. Vuajtjet e fëmijëve dhe të pafajshmëve në luftën në Siri e Irak nga dora vrasëtare e njerëzve kriminal, në Myanmari e shumë qendra tjera ku fëmia është viktimë e terrorit të ushtruar nga grupe e qeveri të ndryshme. Ta thrasim ndërgjegjin e struhur jashtë kodit moral që duhet ta ketë çdo qenie njerëzore, ta rizgjojmë atë dhe të ndalen këto krime nëpër botë, të shpëtojë ajo që mund të shpëtohet dhe të përgatisim një të ardhme sa më të mirë për të gjithë. Në fund më lejoni që edhe një herë, ku uroj festën e Fitr Bajramit, të gjithë vëllezërve dhe motrave tanë brenda trojeve tonë etnike, në mërgat kudo që ata gjenden. E lusë Allahun Gjeleshanu që ti mëshiroj të gjithë ata të cilët jetën e tyre, ja falen Zotit për fenë dhe atë dheun e tyre.
me fat festa e Fitr Bajram.